Përplasja e fortë televizive mes Big Brother VIP dhe Ferma VIP arriti kulmin mbrëmjen e prajmit të radhës, duke u kthyer në një betejë të vërtet strategjisht për të mbërthyer publikun para ekranit, siç e kemi ndjekur gjatë këtyre ditëve. Gjithçka u ndes pas publikimit të sondazheve ku formati i ri kryesonte me 52% të preferencave të publikut. Kjo shkaktoi një kundërpërgjigje të menjëhershme nga produksioni Big Brother VIP Albania, të cilët organizuan dasmën e shumëpritur të Mateos dhe Brikenës, fiks në të njëjtin orar me prajmin e Ferma VIP. Një mbrëmje mbushur me dinamika nga kërcënimet e Rogertit për të sabotuar dasmën te thumbimet e Juldedës, e deri te lëvizjet e dyshimta jashtë fokusit të kamerave, me Smirit dhe Arbër Hajdarit. Megjithatë, ajo që po bën xhiron e rrjetit nuk është vetëm çfarë ndodhi brenda shtëpisë së Big Brother, por një lëvizje e papritur dhe mjaft e lexueshme e Arbana Osmanit gjatë transmetimit live. Në mes të kësaj lufte të ashpër për shikueshmëri, moderatori e Ferma VIP bëri një veprim që nuk kaloi pa u vënë re nga syri i mpret i publikut. Ajo zgjodhi të ndërpriste spektaklin për të kaluar në bllokun e publicitetit shumë herët se në çdo puntat tjetër të këtij sezoni. Ky detaj është interpretuar gjerësisht në rrjetet sociale si një ironi dhe një sfidë e hapur ndaj programit rival, duke e dhënë reklama pikërisht në momentin kur vëmendja mund të rrezikonte të kalonte te dasma e Big Brother VIP Albania. Arbana duket se ka dashur të jap një mesazh të qartë vetbesimi për audiencën e saj. Unë ju mund edhe me publicitet. Kjo lëvizje strategjike po komentohet masivisht si një tregues i qartë i sigurisë që produksioni Ferma VIP ka të ndjekësit e tij, duke i hedhur edhe më shumë benzin zjarrit në këtë garë të etshme televizive mes dy formateve. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.